I ftuar në një studio televizive Sali Berisha, ish kryeministri, erdhi në një intervistë ndryshe ku foli pa doreza. Kryetari i Partisë Demokratike u pyet për fëmijërinë, rinin, familjen dhe politikën, ku nuk nguroi që të jepte përgjigje të sinqerta. Pjesë nga intervista. Kalojmë te mëkatet e doktorit. Të shumta lëri mos i numëro, mëkatar dhe jo mëkatar, vdekatar dhe jo vdekatar, është një debat i vjetër. Kështu që unë thash të shumta kur përmende mëkatet. Kush është pendesa juaj më e madhe? E kam peng ligjin e tokës. Interesante, sepse te ligji i tokës unë eca kundër ndërgjegjësime. Pse eca kundër ndërgjegjësime? Po të na kthesh në vitet 90 Enver Hoxha, në dy gjëra ka pasur sukses të padiskutueshëm. E para, në imponimin e ateizmit. Edhe sot një pjesë e mirë e shoqërisë shqiptare është ateiste, është trashëgimia asaj kohe. Je dakord me këtë? Nuk jam dakord me këtë. Besoj se besimi te Zoti është një pasuri e madhe për njeriu, por secili ka të drejtë të bëjë zgjedhjen e tij. E dyta, te prona, personalisht, nuk isha kur ndonjë koncept tjetër përveç se prona e të Zotit. Ati po të mos i jepje një cop tokë, nuk kishte se ku të jetonte. Dhe aty zbatuan parimin e Jeffersonit, parim që toka i jepet atij që punon dhe jeton aty. A fal Sali Berisha? Pa diskutim. Nuk shkoj kur me hakmarrje. Nëse ndjek hakmarrjen, vetëm në politik nuk duhet të jesh, sepse hakmarrja shkon në gjëra personale dhe nëse shkon në gjëra personale në politik, ti atëherë nuk u shërben dot qëllimeve të tua, nuk i shërben dot atyre që duhet t'u shërbesh. E djeshmja, e sotmja, e nesërmja është segmenti fundit. E nesërmja magneti im, kaq. Më pëlqeu shumë kjo. Nëse nesër bëhet një libër apo një film për ju, çfarë titulli do t'i vendosni? Çfarë emri do t'i vini të rrugtimit tuaj? Cili do titull që do të donte autori? Birja e fjalës dhe e mendimit është ligji dhe zgjedhja. Në vitet 90 në një intervistë jam shprehur se them liri, se është zgjedhja. Në fakt, është koncepti i ekzistencializmit. Unë lexoja më shumë me shumë dëshirë ekzistencialistët në atë kohë. Kështu që thelbi i lirisë është zgjedhja. Le të zgjedhin cilin do, janë të lirë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.